Policia Bashkiake ka vijuar aksionin për lirimin e hapësirave publike. Aksioni është përqendruar përgjatë rrugës Qemal Stafa, ku tregtohen në mënyrë të palishme nga ana e shitësve ambulant dhe subjekteve tregtare. Janë gjithsej rreth 47 subjekte, qofshin ambulant, po qofshin edhe subjekte tregtare, që tregtojnë në mënyrë të palishme në trotuaret apo në rrugët, në pjesën e rrugës, ku pjesa e trotuarit i përket qytetarëve dhe jo tregtarëve ambulant, dhe pjesa e rrugës i takon parkimit edhe lëvizjes së lirë të automjeteve. Është disata herë që Policia Bashkiake ka ndërmarrë iniciativa për t'i sensibilizuar dhe për të vepruar mbi këto tregtar ambulant, por me sa duket nga subjektet ka qenë një reagim jo pozitiv ose jo në zbatim të ligjit. Drejtori Vullnet Topalli shprehur se Policia Bashkiake do të vazhdojë jo vetëm të vendosë gjoba, por dhe të bllokojë të gjithë pajisjet apo mallrat që subjektet tregtojnë në rrugë në mënyrë të palishme, me qëllim rikthimin e hapësirave publike qytetarëve.